Këtë të mërkurë është mbajtur ceremonia përmbyllëse e procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Kreu i KPA Sokol Çomo deklaroi se vetingu ishte një proces i vështirë por i domosdoshëm për Shqipërinë. Me përmbylljen e këtij procesi, Shqipëria mbyll edhe tranzicionin e drejtësisë në vend. Kjo etapë ishte e nevojshme. E nevojshme jo sepse masat e jashtëzakonshme janë të dëshirueshme në një demokraci, por sepse në atë moment të historisë sonë ato u konsideruan të domosdoshme për të rikthyer besimin e qytetarëve te drejtësia dhe për të krijuar kushtet që sistemi të mund të funksiononte mbi themele më të forta. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato theksoi se vetingu kërkoi guxim politik dhe angazhim personal të gjithë atyre që besuan se shteti së drejtës duhet të qëndrojë në qendër të së ardhmes së Shqipërisë. Për numrin 2 të qeverisë, Albana Koqiun, vetingu tregoi se drejtësia tashmë është bërë më e besueshme. Ndërsa kreu i kuvendit Niko Peleshi shtoi se vetingu e ndihmon procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Procesi i asaj që u quajt vetingu kërkoi guxim politik, qëndrueshmëri institucionale dhe angazhimin personal të gjithë atyre që besuan dhe besojnë se shteti së drejtës duhet të qëndrojë në qendër të së ardhmes së Shqipërisë. Përmes operacionit ndërkombëtar të monitorimit, Bashkimi Evropian së bashku me partnerët e tij ndërkombëtar e shoqëroi Shqipërinë gjatë gjithë këtij rrugtimi sfidues duke ofruar ekspertizë, mbikëqyrje dhe mbështetje të vazhdueshme. Sot mund të themi me bindje të plotë se procesi i vetingut ka sjellë rezultate të prekshme dhe historike. Përfundimi i procesit të vetingut në vetvete nuk përbën fundin e reformës, por shënon fillimin e një faze të re dhe po aq të rëndësishme. Ajo që vjen më pas është një provë edhe më e vështirë që këto arritje të jenë të qëndrueshme në kohë. Sot sistemi i drejtësisë nuk është më ai i vitit 2016. Shqipëria ka një arkitekturë të re kushtetuese, institucione të reja të qeverisjes së gjyqësorit dhe të prokurorisë, mekanizma më të fortë llogaridhënie dhe struktura të specializuara për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. E mbi të gjitha, sot ekziston një pritshmëri e re publike që drejtësia të veprojë pa parë emrin, funksionin, lidhjet apo pushtetin e askujt. Sot nuk është dita për të se reforma në drejtësi përfundoi, përkundrazi, sot është dita kur kalojmë nga një mekanizëm i jashtëzakonshëm tek përgjegjësia e zakonshme, e përditshme dhe e përhershme e institucioneve të drejtësisë. Vetingu, vjen dakord gjithë, ishte një instrument, nuk ishte qëllim në vetvete, qëllimi ishte dhe mbetet një drejtësi e pavarur, profesionale, e paanshme, e përgjegjshme dhe në shërbim të qytetarit. Tani nis në fakt prova më e rëndësishme, nëse sistemi do të arrijë ta ruajë vetë standardin që procesi i rivlerësimit krijoi. Ky është testi i vërtet i pjekurisë së shtetit. Ky është testi i vërtet i reformës në drejtësi, ky është testi i vërtet i brezit tonë. Nëse do të dimë të ruajmë me përgjegjësi atë që kemi ndërtuar, me kaq shumë mund, kuraj dhe duhet të thënë sakrifica. Ndërkohë përfaqësuesja e Këshillit të Evropës e cilësoi si një ndër reformat më ambicioze të zbatuar ndonjëherë nga një vend kandidat i Bashkimit Evropian.